procesin e fundit të rivlerësimit, shteti ka rekrutuar rreth $130 milion ose euro. Unë personalisht bëj pjesë tek ata njerëz cilët e kanë potencuar në mënyrë të vazhdueshme të gjitha daljet dhe e kam thënë që unë jam që t'jetë në një mënyrë, le të themi, të vazhdueshme, sepse ne shikojmë rritjen progresive të çmimeve, nga ana tjetër vitet e fundit ne kemi parë, po themi, një interes shumë të madh qytetarëve dhe tek proceset e mobilimit. Pra vlera pronës nuk rritet vetëm nga lokacioni, nga zona, por edhe nga pjesa e komoditetit që ofron brenda. Dhe e gjithë kjo gjë duhet të jetë në mënyrë të vazhdueshme. Nisur prapë nga deklaratat publike, flitet që ky do të jetë rivlerësimi i fundit për një periudhë të shkurtër, edhe fati i tij është më i gjatë. Besoj se në vitet që vinë do ta kemi sërish të nevojshme, do të jetë gjithmonë e nevojshme për shkak të dinamikës që Shqipëria ofron, po dhe tregu imobiliar ofron. Ne kemi një problem tjetër, le të themi, pra në momentin që ne nuk e çbllokojmë procesin e rivlerësimit, sigurisht i lëm shtek dhe hapësirë informalitetit. Pra nëse dy individ vendosin në një moment caktuar për nevojat e tyre, të dy palët duan të shesin apo të blejnë, ata do të përdorin dhe mekanizma jo ligjor edhe kesh, po. Dhe nëse ne do të ecim shpesh dhe shpejt në shumë raste me procesin e rivlerësimit, duke ulur dhe normën tatimore, unë besoj se do të shërbejë ekonomisë dhe do të jetë më shëndetshme, duke shkuar drejt asaj që gjithë ne po themi dëshirojmë Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër të formalizojmë dhe ekonominë tonë, që të paktën ne e dimë që është një ekonomi në tërësinë e saj informale.